Kjo është Warda Çota, 26 vjeçaria e cila mbrëmjen e 29 dhjetorit aksidentoi në kryeqytet familjen e ish-zëvendës ministrit të Brendshëm Avenir Peka, ku përpasoj humbi jetën djali i tij, Rubini, 11 vjeç. Aktualisht 26 vjeçaria nga Elbasani pas vlerësimit si të ligjshëm të arrestit në flagrancë nga ana e gjykatës së Tiranës, ndodhet në ambientet e burgut 302. Warda Çota drejtonte mjetin T-Benz me targ EN 07 ZNR në gjendje të dehur në masën 0.88 mg per litër, kur goditi mjetin Chrysler me targ AA 200R e drejtuar nga bashkëshortja e Avenir Pekës. Akuza e ngritur nga prokuroria është ajo e bazuar në nenin 290 shkelja rregullave të qarkullimit rrugor, si dhe neni 291 drejtimi i automjeteve në gjendje të dehur apo pa dëshmi. Në bazë të neni 290, drejtuesja e mjetit, e cila ka shkaktuar vdekjen ose plagosin në rënd të disa personave, rrezikon të dënohet me burgim jo më pak se 5 vjet. Burime nga organi i akuzës bëjnë me dije se arrestuara, gjatë rimarrjes në pyetje, ka shprehur keqardhjen për ngjarjen e ndodhur me bilanc tragjik. Ajo është shprehur se për shkak të gjendjes së alkoolizuar dhe errësirës në rrugë, nuk ka patur mundësi të evidentonte mjetin Chrysler që e goditi në segmentin ku po ndërtohet unaza e madhe e kryeqytetit. Mesditën e 31 dhjetorit për ngjarjen u arrestuan dhe administratori, specialisti, drejtuesi teknik i punimeve të kompanisë TRIS, si dhe administratori firmës Albegis & Co. SHPK. Arrestimi i tyre u bë nga komisariati numër 2, ku nga kryerja e hetimeve ka rezultuar se në vëngjarje nuk ka pasur sinjalistik, ndërsa rruga ishte ende në ndërtim. Vepra penale për të cilën akuzohen është neni 289 i kodit penal, shkelja rregullave të mbrojtjes në punë.